Në një seancë të zhvilluar këtë të martë në gjykatën e posaçme, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka marrë pjesë në gjykimin e tij për dosjen e njohur si Gërdeci. Ky proces lidhet me shpërdorim detyre në bashkëpunim dhe detyra e tij gjatë periudhës ku mbante postin e komanduesit ushtarak. Pas përfundimit të seancës, Mediu deklaroi se hetimet dhe akuzat nuk kanë të bëjnë me tragjedinë e vitit 2008, ku një shpërthim në një magazin municioni shkaktoi vdekjen e disa qytetarëve dhe punonjësve, si dhe dëme të mëdha materiale. Unë kam dhënë urdhër për kalim municionesh ndërmarrjes Meko, nga forcat e armaturës kalojnë në Meko, në zbatim të VKM-s 138 dhe të kodit civil. Dhe pastaj do të detyrat për bashkëpunim ndërmjet strukturës ushtarake dhe Mekos. Ky ka qenë urdhri. Urdhri për demontim përfshihet në kontratë, kontrata ka parashikuar detyrimet e veta, përfshihet në marrëveshjet me komandat e të Mekos dhe nëse do ishin zbatuar të gjitha ato që janë shkruar në kontratë edhe në marrëveshje, në bindjen time nuk do të kishte pasur një situatë apo një shpërthim tragjik si që ndodhi. Ai mohoi çdo përgjegjësi për ngjarjen dhe vuri në duke se procesi gjyqësor është i kufizuar tek detyrat administrative dhe ushtrimet e përgjegjësive si ministër dhe komandues ushtarak, duke i cilësuar akuzat si të pabazuara. Gjykimi i Mediut po djeg rrugën ligjore ndërsa mbetet e paqartë se kur pritet vendimi përfundimtar nga gjykata e posaçme.